Shqipja futet në komunikimet zyrtare të shkollave publike në New York. Një tjetër arritje historike për arsimin dhe familjet shqiptare në diasporë është se në datën 18 qershor, kancelarja e arsimit në New York, Melissa Aviles Ramos, njoftoi se gjuha shqipe është shpallur zyrtarisht si nga gjuhët e përdorura në komunikimet shkollore nga Departamenti i Arsimit të qytetit. Ky vendim përfaqëson një fitore të madhe, një epokë të re për familjet shqiptare në SHBA. Nga 180 gjuhë që fliten në qytetin New Yorku, deri më sot vetëm 10 gjuhë ka qenë përfshira në komunikimet zyrtare të shkollave publike. Në vendimin e fundit shtohen 3 gjuhë të reja, një prej cilave është shqipja, duke ngritur numrin total në 13 përfshirë këtu dhe anglishtën. Ky sukses nuk do ishte i mundur pa angazhimin e vazhdueshëm dhe punën e anëtarëve të Këshillit Koordinues Diasporës, Mark Gjonaj, Drita Gjonkeca dhe Mina Çunmule, përmes lobimit strategjik bashkëpunimit me Departamentin e Arsimit të New Yorkut.